BE-ja nuk është vetëm tregu i përbashkët, është një bashkësi njerëzish ku rritja ekonomike duhet të vallëzojë krah për krah me drejtësinë sociale. Integrimi duhet matur me dignitetin njerëzor, me vende pune, me paga të drejta e mundësitë barabarta, dhe po kështu edhe një strem mbrojtje për ata të cënueshëm, sa asgjë nuk thot më shumë se Europë e fortë dhe e zhvilluar se sa të mos lëni askënd më pas. Ju këmbgulët fort që ardhmë me Ballkanin Perëndimor është në Bashkimin Evropian, duke tërhequr në debat shoqërinë tonë civile si një mikpritës bujar që këmbgul për të qenë në darkë. Dhe në fakt kjo nuk është një tifozëri politike nga ana ime. Është në fakt një ushqim moral dhe ne jemi shumë mirënjohës. Tashmë jemi me Shqipërinë në një turbosprint të mbikarikuar për integrimin. Vetëm dje ju dëgjuat që ne kemi hapur 4 kapituj të tjerë, përpos 24 të tjerë të hapur, të cilat kanë të kaluar vite pritjeje. Në fakt, në këtë komitet hartohen politika e dialog që reflektojnë atë çfarë duan qytetarët e zakonshëm, sepse le të përballemi, le ta themi të vërtetën, askush nuk voton më për bingo burokracie. Zonja dhe zotrinj, po, ka të bëj me institucionet, po, ka të bëj me kolektivitetin, por, po, ka të bëj dhe me udhëheqësit, dhe sigurisht, ka të bëj me punën e përbashkët të shumë njerëzve, por në fund, çdo gjë vjen tek ai që është i aftë t'i sjellë, t'i bashkojë njerëzit dhe të bëjë diçka të qëndrueshme e të dobishme për shumë. Ndaj, në drejtimin e Oliverit, komiteti ka qenë një makineri që ka ndërtuar konsensus, duke ofruar besim, duke fuqizuar rinin në vendimarrje dhe sapo pam një shembull të vogël tek fuqizimi i NVM-ve, heronjt e heshtur të ekonomisë shqiptare, tek humanizimi i marrëveshjes së gjelbër, sepse të shpëtosh planetin s'do të thotë të ngrish në errësirë. Oliveri ka provuar se Europa shkëlqen kur politikat e saj bashkë shkruhen nga qytetarët e saj, e jo kur diktohen nga lart.